Dita e tretë. Duke pritur Jezusin. Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkohësve të tij. Noeu eci me Perëndin. Zanafilla 6, 8 deri në 9. A jeni gati për Krishtlindjen? Është një pyetje që e dëgjoj mjaft shpesh në këtë periudhë të vitit. Por të krishterët e parë nuk do ta kishin kuptuar kurrë një pyetje të tillë. Për rreth 3 shekujt e parë të ekzistencës së kishës, Krishtlindja nuk ishte një festë kryesore. Paraardhësit e mis skocez vazhduan kështu për shumë më gjatë se kaq, por në shekullin e 4, besimtarë të tjerë më të mençur vendosën që ardhja e Krishtit meritonte një reflektim më të thellë. Kur kisha filloi ta festonte Krishtlindjen, ata e bën këtë me një fokus të dyfisht, duke hedhur vështrimin pas te ngjarja së cilës ne i referohemi si mishërimi dhe duke pritur me padurim faktin që po ky Jezus, i cili kishte ardhur si foshnjë në Betlehem pa bërë shumë bujë, do të vijë përsëri me fuqi dhe lavdi. Të menduarit për këtë arsye të dyfisht për reflektim dhe gëzim, ngre një pyetje të dytë dhe më të rëndësishme. A jemi gati për Jezusin? Njerëzit e parë të Perëndis i lam me premtimin e atij që do t'ia shtyp kokën gjarprit, duke pritur që të lindte fëmia, i cili do t'i zhbënte efektet e rënjes. Por brezi tjetër i njerëzimit nuk ishte dëshmitar i shpëtimit, por i vrasjes. Njerëzimi nuk ishte më nevojë për një gjarpër që fliste, sepse shtysa për mëkat ishte e gjitha brenda tyre, duke çuar në përçarje, vrasje dhe hakmarrje. Gratë dhe burrat ishin të tërhequr nga realiteti i brendshëm i një magnetizmi shkatrimtar. Mëkati e prish atë që Perëndia e bëri të mirë. Ai përhapet në mbar njerëzimin dhe ndan njeriu nga Perëndia dhe gjithashtu nga të tjerët. 10 breza më vonë, te Zanafilla 6, prishja e njerëzimit në zemrat dhe veprimet e tyre ishte aq e madhe sa që Perëndia vendosi: unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriun që kam krijuar. Perëndia që ishte dhe është në kontroll. Perëndia që i krijoi ujërat dhe i dha bukuri krijimit, vendosi që t'i kthente ato ujëra sërish në vend dhe t'i përdorte ato si një shprehje të gjykimit të tij. Kjo është shumë shkatrimtare. Ky varg nuk është ai lloj pasazhi i gëzuar i Biblës, të cilin do të dëshironi ta përfshinit në kartolinën e Krishtlindjes të familjes suaj. Por shkrimi është i qartë. Perëndia do ta ushtrojë gjykimin e tij të drejtë. Megjithatë, është gjithashtu e qartë se në të njëjtën kohë Perëndia ynë është një çlirimtar i hirshëm dhe i mëshirshëm. Në mes të prishjes dhe në kulmin e gjykimit, u shfaq dikush që gjeti hir në sytë e Zotit. Një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkohësve të tij. Zbulojmë që Noeu ishte një njeri që eci me Perëndin. Ai e dinte se kush ishte Perëndia dhe besonte se Perëndia do t'i mbante premtimet e tij. Me që ai besoi, ai u bind. Ai eci me Perëndin. Pjesën tjetër të historisë duhet ta dini. Kur Perëndia e paralajmëroi për atë që do të ndodhte dhe i tregoi se si do ta shpëtonte ai Noeun dhe familjen e tij, ky i fundit u bind dhe ndërtoi arkën, e cila ishte parafërsisht sa një fushë gjysmë futbolli, prandaj mund ta imagjinoni se sa kohë ju desh. Ai e ndërtoi atë duke punuar ditë pas dite, duke besuar plotësisht në fjalën e Perëndis, duke pritur dhe duke u përgatitur për gjykimin që ai kishte premtuar. A karakterizohet jeta juaj sot nga po ajo këmbgulje besnike dhe po ai besim te Perëndia? A jam gati për Jezusin? Mund të jem gati për Krishtlindjen. Dhuratat mund të jenë porositur dhe të jenë bështjell tashmë. Dekorimet mund të duken sikur i përkasin një filmi Krishtlindjeje dhe kalendari im shoqëror mund të jetë plotësisht i zënë. Është undim që të përqendrohesh te gjërat e kësaj bote, si te të mirat ashtu edhe te mëkataret. Ndoshta më shumë në këtë stin të veçantë se sa në çdo stin tjetër, por shumë e rëndësishme është kjo. Apo eci me Perëndin që të jemi gati për ardhjen e dytë të Jezusit, për shpëtim dhe për gjykim? Nuk e dim se kur do të jetë ajo ditë, por na thuhet të jemi vigjilent,
të jemi të duruar dhe të sigurohemi që jemi gati. Noeu nuk eci me Perëndin në përsosmëri. As ne nuk do ta bëjmë dot, por kjo s'ka problem, sepse Jezu Krishti e bëri. Nuk na është thënë se na duhet një varg prej druri për t'u strehuar nga gjykimi i Perëndis. Kemi dëgjuar se kemi nevojë për një kryq druri, sepse zemërimi i Perëndis u derdh mbi birin e tij të vetëm në Kalvar. Atje, Perëndia shfaqi një mëshirë të panjohshme, duke vendosur gjykimin e tij të paimagjinueshëm mbi birin e tij. Këtë Krishtlindje, ndërsa meditojmë për Krishtin në një djep, ne e bëjmë këtë duke qenë të vetëdijshëm për atë që ai arriti në atë kryq. Sa e madhe ish mëshirë e tij, hir dhe falje më dhuroi ai. Atje shpirti im gjeti lirinë në kryqin e tij. Në Krishtlindjen e parë, ne shohim Noeun më të mirë, duke na shpëtuar nga një gjykim më i madh. Shohim atë që eci me Perëndin, atë që është Perëndi, të vetmin tek i cili mund të gjejmë stre dhe prehje, tani e përjet. Ne eci me të, ndërsa u besojmë premtimeve të tij dhe si rrjedhim, përpiqemi që t'u bindemi urdhërimeve të tij. Për reflektim. A je gati për kthimin e Jezusit? Apo përleshesh për t'u bindur Jezusit në ndonjë mënyrë, në cilin premtim të tij mund të mbështetesh, i cili do të lirojë dhe do të motivojë që t'u bindesh urdhrave të tij? Kuror mbretërore dhe fron hynor, tile për të zbritur në bot. Por në Betlehem s'kishte më asnjë vend për lindjen tënde të shenjtë. O eja në zemër Jezus, në zemër kam vend për ty. Kur ja engjëjt kënduan gjithë qielli kumboi, duke shpallur se mbretje veç ti. Por e thjeshtë ish lindja jote mbi tokë dhe me aq për ullësi. O eja në zemër